Spitalet dhe urgjenca mjekësore në të gjithë vendin do të jenë në gatishmëri 24 orë në ditët e festave. Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Visala, ka firmosur urdhrin e posaçëm. Ekipet shëndetësore, sipas këtij urdhri, duhet të garantojnë shërbim shëndetësor pa ndërprerje nga data 31 dhjetor e këtij viti deri më 2 janar të vitit të ri dhe të marrin masa për të përballuar emergjencat, si trauma pasojë aksidenteve rrugore, përdorimi të mjeteve piroteknike apo tejkalim të përdorimit të alkoolit. Urdhri ka ardhur për forcimin e kapacitetit të shërbimeve, shtim të ekipeve, natën e ndërimit të viteve, shtim të medikamenteve, shtim të materialeve dhe është edhe një listë me personelin e gatishmërisë për sa i përket nëse do të jetë nevojshme. Dhe sigurisht që është për gjitha spitalet, në veçanti në Tiranë është dhe spitali i traumës që aktivizohet më shumë nga kjo. Ministri e Shëndetësisë ishte në Vlorë ku pa ecurinë e punimeve të qendrës së urgjencës mjekësore në këtë qytet, një strukturë që do të forcojë kapacitetet për të reaguar shpejt ndaj çdo emergjence shëndetësore, veçanërisht gjatë periudhave me fluks të shtuar. Falenderoj gjithë stafin këtu ku jemi, por dhe stafin në Tiranë, sepse shërbimi është mbar kombëtar, për gatishmërinë që keni, për profesionalizmin, për pasionin që tregoni dhe gatishmëria juaj është një siguri për qetësinë, për mbajvajtjen e festave dhe për gjithë sistemin shëndetësor. Përveç shërbimit të zakonshëm gjatë ditëve të festave në sheshet kryesore të qyteteve më të mëdha, do të jenë ekipe shtesë të urgjencës mjekësore për të garantuar shërbim të menjëhershëm për çdo rast.